fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Sonte, së bashku do ta ndajmë temën Fundvitet në dekadën para çlirimit të Kosovës. Në këtë dekadë që përfshin vitet 1989 deri në 1999, e njohur si Republika e parë e Kosovës, edhe pse e pushtuar me tankse, Kosova dhe populli i saj jetonte dhe mbijetonte në kushte shumë të vështira. Ishte koha e tmerreve të mëdha për popullatën shqiptare në Kosovë nga një regjim gjakatar. Le t'i kujtojmë shpalljen e gjendjeve të jashtëzakonshme nga Federata ish Jugoslave, protestat masive, ndryshimet me dhumë të Kushtetutës Kosovës, ku asaj ju muar autonomia forcërisht. Ishte koha e vrasjeve sistematike të ushtarëve shqiptarë në armatën jugoslave, helmimi i të rinjve shqiptarë, protestat e minatorëve të Treqës. I had no end for no girl and for no boy. Vrasja e vajzës së re, Ylfete Humolli në Lupq të Podjevës. Beteja Apollatës, konflikti i parë në Prekaz në vitin 1991. Time when peace only
We have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness I had no end for no girl and for no boy. Happiness that had no end. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Call for peace, call for peace, and make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more. I can't make a man, brothers to others. Call for peace and make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more can make man, brothers to others. Children of Eagle Land and fair lovers of skies blue, we shall ever give our hands to more. That is human too. That is human too. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Never leaving us alone. Dëbimi masiv i shqiptarëve nga puna dhe nga objektet e shkollave shqipe, plagosja, burgosja dhe vrasja e protestuesve gjithandej Kosovës, e shumë peripeti dhe odisejada çnjerëzore. Ever since that ancient time when peace only reigned, we have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. Happiness I had no end for no girl and for no boy. Happiness that had no end. we have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Call for peace, call for peace, and make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing
never give our hands. Oh, that is human too. That is human too. We have never hurt a man, always watched our back. No. Conquerors came on and on. Never Stasirano për transhi, tu bileja aty pak edhe shkëndime. I'm ambassador of Pause for Germany. Ishte kjo koha e ndryshimeve të mëdha globale, ku po përfundonte lufta e ftoftë dhe po rënohej muri i Berlinit. Sistemet moniste po shkapërderdheshin. Gjithandej, Federata Jugoslave po shthurej, regjimi diktatorial në Shqipëri numëronte ditët e fundit, e të tjera, e të tjera. I ndodhur në këto rrethana, populli shqiptar i Kosovës, si asnjëherë në histori, po homogenizohej ndaj hegemonisë barbare sërbe, në fillim nën pullazin e Federatës Jugoslave e pastaj asaj sërbo-malazeze. Le t'i kujtojmë margaritarët plebiscitar të shqiptarëve në këtë periudhë, si lëvizja pajtimit gjaqeve e iniciuar nga të rinjët shqiptarë në udhëheqjen e plakut të urtë profesor Anton Qeta. Ever since the ancient time, when peace only reigned, Kemi ardhe këtu sonte në visin e në vendin tuaj për të vorros një herë e përgjithmonë gjakderdhen vllavrase. Të mos në ndodhin më vllavrasje të reja. Të bëjmë çdo gjë që energjinë e madhe pozitive të këtij populli fisnik ta shfrytëzojmë për zhvillimin dhe përparimin e Kosovës tonë. Në emër të popullit, në emër të nënave shqiptare, në emër të Zotit, në emër të rinisë kosovare, në emër të gjithë popullit të memorit dhe bashkë Kosovës, në emër të nënave shqiptare të cilat i dhanë viktimat, gjaku i tyne nesra inshallah dhe të na bën dritë popullit shqiptar, jam gjendje ta shtri dorën e pajtimit edhe të kohë për hajën. Faleminderit, zot më mirë, zot i kushit të bashkëm më hëndër, shumë rënavës, zot i më. it's the message of Kosovo. only love and nothing more can make man others to others. Kemi qenë të sigurt se do t'i kemi këto suksese, pse kemi ditë që jemi në rrugë të drejtë, po përkrahim një iniciativë fisnike, bujare, të doktorive studentat të Pejës. Ata e nisën e ju e përqafuat këtë iniciativë e tash kemi sukses mas suksesi. Çdo javë ka 20 më shumë. Solidaritetit gjithë popullor me aksionet familja ndihmon familjen, organizimin e shkollave jashtë objekteve zyrtare, shëndetësia, sporti, kultura, informimi, solidariteti, siguria e të tjera e të tjera. Doktor Ibrahim Rugova në fillim vitet e 90 të shekullit kaluar, atë botë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkonte nga Organizata e Kombeve të Bashkuara
Amerika dhe Europa parandalimin e konfliktit në Kosovë dhe vendosin e trupave paqësore. Kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të marrë masa preventive në Kosovë, edhe sa do bëjmë apel Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Bashkimit Evropian që të ndërmarrin hapa të shpejt preventiv në Kosovë, dhe po ashtu përsërisim apelin tonë presidentit Clinton, kryeministrit britanik Blair, presidentit Chirac, kancelarit Kohl, kryeministrit italian Prodi, që të bëjnë këtë çka është e mundur për të shpëtuar popullin e Kosovës. Populli i Kosovës, i cili me vitet e tëra me sakrificat e mëdha ka arritur të evitoj konfliktin në Kosovë, që do të ishte i rrezikshëm për gjithë regionin e Evropës Juglindore. Populli i Kosovës është përcaktuar që aspiratat e tij legjitime për liri, pavarësi e demokraci të realizojnë me mjete paqësore politike, duke pasur parasysh gjendjen e rëndë në Kosovë të këtyre ditëve. Kërkojmë urgjentisht që çështja e Kosovës të shtrohet në Këshillin e Sigurimit, që Kosova të merret në mbrojtje ndërkombëtare, dhe po ashtu i bëjmë apel popullit të Kosovës të mos i pranojë dezinformatat e ndryshme që kanë për qëllim të krijojnë frikë e panik, që janë pjesë e luftës speciale e serviseve sekrete serbe. Ne po bëjmë çmos që është në mundësitë tona që popullin të furnizojmë dhe popullin të ruajmë me këto pjesë. Dhe presim hapa preventiv në Kosovë. Ju falenderoj. Më 30 vjetor në 1991 kemi sulmin e parë të policisë sërbe në Prekaz, të familja Jashari, ku kishim marrë pjesë 10 autoblinda dhe qindra polis të ndihmuar edhe nga helikopteri. Me këtë rast ka pasur të shtëna dhe përgjigje nga familja Jashari, ku Baca Rifat, Ademi dhe Hamza kanë arritur ta shpërthejnë rrethimin. Në këtë rast ka patur disa polis të plagosur. Baca Shaban rrëfen për këtë sulm. Ja ka njës ato bumet me qitë, bume. Dhe këtena sa që mësë më ta morë menja që pështo kush i gjallë. Qash, me mine basa që me kësi krahët dorës, me bume dorës, bume qitën. Dhe këtena një farkuhe, na kemi nejtë, dhe kemi rujtë. Një farkuhe kër u ardhë, ju në ardhë me hinë derë këtu, që atëre kemi qitëna. Në lidhje me këtë rast, një delegacion i Lidhjes Demokratike të Kosovës në krye me profesor Femi Aganin, nën kryetar i LDK-s, të nesërmen e sulmit vizitojnë Prekazin dhe në të kthyer bëjnë një njoftim për media para gazetarëve. Le ta përcjellim materialin në vijim. Preksinosh uranim jutarnjim časovima, ali još dok je mrak, oko 5 sati po ponoći, policija upada u selo Prekaze. Tom upadu je pružen otpor, dakle nastala je pucnjava. U akciji učestvovao veliki broj policije. Apsolutno nema opravdanje, nikakav upad u kući za ponoći u zimi u ovom doblju, pogotovo kada ljudi ne znaju da li im se priprema polate. Pas këtij sulmi, kishte sugjerime që jasharajt të emigrojnë në Europë. Le ta përcjellim reagimin e Hamz Jasharit në këtë temë. Kur nuk do ta lëshojmë këtë. Do t'i përgjigjemi atë sa kem mundësi. Kem sopata të druar, s'kem ku shkojmë, i shef një sa fëmijë t'i kem këtë. Ku me qo këta? Edhe Evropa t'i hap dyrt për ne nuk do ta lëshojmë. Në këto kohra, çështja e Kosovës në saje të angazhimit të vizitave të shumta të udhëhecit politik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, kishte arritur në agjendat ndërkombëtare dhe ishte pikrisht Amerika dhe presidenti George Bush plaku, i cili më 25 dhjetor 1992 i kishte dërguar një letër Slobodan Miloševićit të njohur si Christmas Warning, para lajmërimi i Krishtlindjeve, i cili pastaj ishte pasuar nga presidenti Clinton dhe sekretari Warren Christopher, që kishin përsëritur vijën e kuqe të presidentit Bush për Milošević. Deklaratat e politikës së Shtetit të Bashkuara për Kosovën ishin:
Në rast të konfliktit në Kosovë, të shkaktuar nga veprimi sërb, Shtetet e Bashkuara do të jenë të përgatitura të përdorin forcë ushtarake kundër serbëve në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti George Bush, në letër drejtuar Slobodan Miloševićit, president i atëhershëm sërb, 25 dhjetor 1992. Shikues të nderuar, duke ju referuar temës së emisionit ku po flasim për vitet e reja në këtë dekadë, nuk ka munguar edhe programet artistike televizive përmes disa videokasetave që shpërndashen nëpër familje, me qenë se televizionet dhe mediat ishin të mbyllura për shqiptar. Të shohim një material ku aso kohë artisti ynë Sabri Feyzullahu na arkton me këngët e tija magjike. Ka fillon nga dashuria, qyteti rritet në bukuri, këtu dhe jeta nxiton ka dituria, e dielli sot dit me lakmi. Do ta kemi Shqipëri kur të marrnuse në Janin, një i lindur në Koplik të punoj në Kaçanik. Ta kemi Shqipërin, kur të marrnuse në Janin, një i lindur në Koplik, të punoj në Kaçanik. Një i lindur në Koplik, të punoj në Kaçanik. Atje është Prishtina, aty është Rugova, zemër e plagosur, atje është Kosova. Ky tekst i shkruar nga Hivzi Krasniqi i ju dedikohej mërgjimtarëve tonë. Atje është Prishtina, aty është Rugova, zemër e plagosur, atje është Kosova. Të shohim në vazhdim edhe disa momente të programeve arktuese të asaj kohe, ku së bashku me këngëtarin elitar Ilir Shaqiri ishte edhe hiç më pak se Hamz Jashari. Pas mbylljes së mediave në Kosovë, aso kohë njerëzit incizonin ngjarje dhe vetëtari të ndryshme me vetiniciativë. Le ta ndjekim në vazhdim materialin ekskluziv të xhiruar nga autori i emisionit Fakte me rastin e vitit të ri 1991. Vitin 1991 uroj së pari që këtë jetë një vit që do ta sjellë paqë, harmoni, mirë kuptim e marrëdhënie ndërnjëzore në një nivel të lartë e të drejtë. Uroj që fëmijët tanë të shkojnë në shkollë pa frikë helmimi, që studentët tanë të vazhdojnë mësimet në rregull në të gjithë fakultetet, pa frikë se do të vriten rrugëve. Uroj
që në të ardhmen çështja e Kosovës të zgjidhet simbas dëshirës së popullit, çka është edhe e shprehur në datat historike të 3 korikut dhe 7 shtatorit, gëzuar vitin e ri 1991. Uroj që gjithë populli shqiptar ta presin vitin 1991, duke qenë akoma më shumë të lidhur, të dashur, të përzemërt njëri me tjetrin, gëzuar vitin e ri 1991. Urime të përzemërta, dashuri vëllazërore, bashkim kombëtar. Do në përshil vitin e vjetë të falën gjeri. Skurat të bistë që se u lasë të shqip lasë në Proszę. Słucham na nas jak nie aneksa. Czemu zbadać? Me rastin e viteve të reja dhe Krishtlindjeve, Zoti Rugova thërriste në zyrën e tij përfaqësues të partive politike dhe frymëtar të ndryshëm. Le të ndjekin me vazhdim këto takime për vitin e ri në 1995. Jemi pak ngusht për zonja dhe zotrin, lejoni të them disa fjalë. I përshëndes dhe përfaqësues të partive të tjera politike të Kosovës, të asociacioneve dhe të institucioneve. Themelimi i lidhjes demokratike është një datë e rëndësishme në historinë e përpjekjeve të Kosovës për liri, pavarësi e demokraci. Lidhja demokratike sot është një parti organizuar mirë, respektuar në botën shqiptare dhe në botën e përgjithësi. Ajo është organizuar sot mirë në Kosovë dhe po ashtu edhe në botën e jashtme, jo si parti politike, por si formë organizimit që t'i afrojë shqiptarët me atë dhe me probleme. Gjatë këtyre 5 viteve, LDK-ja së bashku me partitë e tjera arriti të organizojë jetën në Kosovë, të ndërtojë institucionet dhe të mbrojë ekzistencën e popullit. Prandaj, ajo qëndroi në mes të, edhe sot qëndron në mes të lëvizjes dhe në mes të partisë politike, do të thotë të lëvizjes paqësore të shqiptarëve dhe të rezistencës paqësore në Kosovë. Ajo arriti së bashku me partitë e tjera me institucionet të afirmojë çështjen e Kosovës, të legalizojë kërkesat e shqiptarëve për pavarësi dhe liri, dhe po ashtu të jetë njëri ndër faktorët më stabil dhe faktorët më të shquar me Evropën juglindore apo në Ballkan. LDK-ja dhe më tej do të mbrojë frymën e bashkëpunimit me të gjitha forcat politike në Kosovë, me Shqipëri, në Maqedoni e në Maltezi. Do të kultivojë tolerancën, në kuptimin dhe konsensusin për çështje me interes të përbashkët, si dhe do të kultivojë edhe kompromisin politik si mjet i marrëveshjes dhe si mjet i veprimit të përbashkët. Bashku në këtë gjendje të rëndë në të cilën gjinet Kosova, edhe më tutje me represion, me dhunë, me terror, në një okupim klasik, lidhja demokratike do të bëjë përpjekje të vazhdueshme të organizohet më mirë, të ndërtojë institucionet dhe të realizojë aspiratet. Për të mos bërë një fjalim të homazhit, lejoni t'i them edhe disa fjalë për vizitat që i patëm këto ditë në Shtetet Bashkuara dhe në Evropë. Mund të them se ishin vizita mjaft të suksesshme dhe të rëndësishme
sidomos vizitat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku patëm rastin të takuam me zyrtarë të lartë dhe po ashtu me njerëz të Kongresit Amerikan, të shoqatave të ndryshme, të grupacioneve të cilat kanë ndihmuar Kosovën deri më sot. T'ju informoj se të kemi paraqitur gjendjen në rand në Kosovë, ekziston përmbosje për edhe të ta përcjellim situatën, si dhe opsionet tona politike për pavarësi dhe kërkesën për një administratë civile apo protektorat civil, që është një mjet politik për realizimin e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu është shqyrtuar edhe çështja e mundësive të lidhjeve konfederale nëse ju lejohet popujve tjerë të ish Jugosllavisë apo të pjesë të Ballkanit. Pra mund të them se të gjitha këto janë marrë në shqyrtohen dhe ajo që është më me rëndësi ka një kuptim të madh për lëvizjen tonë pasore, për lëvizjen e jodhunës dhe për pjekurinë e popullit të Kosovës që ka treguar gjatë këtyre viteve dhe besojmë dhe punojmë në këtë drejtim që ajo të shpërbehet. Ju falenderit, edhe nuk e kem menduar kështu si një solemnitet të madhe dhe të ngurtë, por më shumë të takohemi dhe së bashku me anëtarët e Këshillit Përgjithshëm dhe të pasuesve të partive të tjera. Ju falenderoj. Dekzuarët për ju informoj se që nga aprovu rezoluta mbramë në Asamblen Generale. Dekzuarët për të mirë, për shnetë. Në këtë dekadë, rol të rëndësishëm kishin edhe mediat dhe gazetarët e shumët në atë kohë, që raportonin për gjendjen në Kosovë. Pjesëmarrja e gazetarëve në presidencën e Kosovës nga Dr. Ibrahim Rugova në prag të festave të fundvitit, si dhe një raport të gazetarit të mirënjohur Mehmet Haziri, që aso kohë punonte për televizionin shqiptar, programi satelitor që i dedikoi Kosovës, Storia në vazhdim. Mund t'ja fillojmë, ju falenderoj edhe njerë që kemi ardhur dhe në këtë pritje tradicionale që kemi për gazetarët në rastin e shnellave dhe vitit të ri. Lejoni t'ju falenderoj kështu nga zemra për punën që keni bërë, në informimin që keni bërë, në kurajën tuaj që keni treguar gjatë këtij viti për informim për gjendjen në Kosovë, për projektet tona politike dhe mund të them edhe mjetet tona të informimit
si radio televizioni, Rilindja apo Bujku, qendra për informim, pastaj korespondentët e agjencive, duke filluar nga Zëri Amerikës, BBC-ja, Deutsche Welle, RFI-et e tjerë, gëzuar SNET. Dita e fundit e një vitit të rënd në Kosovë, represion, ndjekje, arrestime, proceset montuara politike kundër shqiptarëve. Edhe 17 viktima të torturës serbe. Në 17 familje shqiptare natë paksa më pikluar e pritjes së ndrrimit më të mëteve. Një piklim dhe një urrëtie ndaj vrazëve edhe tek 2 milion shqiptarë të Kosovës. Mirë po, zhgënjimin e nështrim, jo se jo. As defetizëm, as atmosferë morti. Përkundrazi, shqiptarët e Kosovës në vitin 1995 hynë edhe më të fortë, edhe me besim më të madh në fitore. Andaj, me gjithë represionin dhe dhunën që po ushtrojnë pushtuesi, në Prishtinë dhe qytetet tjera të Kosovës sot e djezi e re një gjallëri më e madhe, një ngarendje më theksuar që shpjegohet me përgatitjet për pritjen e vitit të ri. Të shohim urimet për vitin e ri të disa figurave të kohës, se dhe të një plaku autentik shqiptar. Unë jam për Republikën e Kosovës të shkoj dal nga dal, edhe të vi deri te një shtet i përgjithshëm shqiptar, dal nga dal në mënyrë organike, jo me thyrje të mëdha, me shpejtësi të mëdha. Porosia kryesore është që të jenë unik, kudo që të jenë, dhe po them kemi mbrit që gjithë shqiptarët edhe ne që jemi etnik këtu në Kosovë, në Jugosllavi dhe në Shqipëri, pra në trojet ku jetojmë prej kohës antike deri sot, dhe për ata që për arsye të ndryshme politike, ekonomike, familjare kanë marrë botën me sy, është një fat i mirë që sot parapërsisht mendojmë njësoj dhe për shqiptarët qoftë nga Zelanda, Australia apo Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, mund të takohemi lirisht, mund të flasim lirisht dhe mendojmë njësoj për gjërat e rëndësishme për popullin shqiptar. Kjo është një arritur e madhe dhe po ashtu sot komunikojmë me ta. Nesër nëse patjetër vim në pushtet me Kosovë, ne edhe legalisht, pra zyrtarisht, do t'i bëjmë të mundshme çdo shqiptarit pra në Kosovë, natyrisht edhe në Jugosllavi që të vi këtu, të jetë i lirë, edhe ta zgjidh vendin ku do të jetojë, këtu apo aty ku ka krijuar një pasuri dhe një begati, edhe materiale edhe shpirtërore. Unë, popullit shqiptar, mund të dëshiroj që në vitin e ri të ketë shumë më tepër fat se çka pasur deri tash në politikën botërore. Të lirohemi, të jemi një herë shpinë veti, si thot i fjallë popullore, të shtrojmë sofrën me familjen tonë, me ropë të shtëpisë, e të nesret nëse vdes, të gjithë jetë këndojnë. Qaq. Unë shpresoj që 92 ka me dhënë në qoftë se jo zgjidhje definitive, po me të vërtet një orientim për zgjidhje definitive. Kosova është kështu si është, sepse i kemi rrethanat e tilla të cilat na kanë përcjell gjatë gjithë historisë këtyne 50 vjetëve, edhe ma tepër. E kemi kundërshtarin i cili është tepër jo demokratik, është tepër i egër ndaj nesh, edhe i cili synon që ta zhdukin popullin shqiptar nga trojet e tij shekullore. Të jem të bashkuar, si të bashkuar, ne do të jem të Zot. Zgjedhjen e Kosovës e shoh ekskluzivisht në mënyrë paqësore. Po vitin 92, unë do t'i porositë shqiptarët më së pari që organizimin brenda për brenda të bëjmë
shumë më të fortë. Nëse na imponohet edhe luftë, që nuk mund përjashtohet. A di pse na po iki. Kem zgjedhur një rrugë që për mua lyp vetëm sakrificë. Viti 1992 do të jetë, sipas mendimit tim, një vit i vështirë. Dhe për këtë arsye duhet të mendojmë të gjithë, edhe organet legjitime të Republikës së Kosovës, edhe partitë politike dhe gjithë qytetarët, se si në këtë vit të organizohemi ma mirë për vetëm mbrojtje dhe të jemi të gatshëm që me metoda të cilat i përgjigjen kushteve të cilat do të na imponohen të realizojmë atë e cila kushtësi nuk guxon të jetë kontestuese. E ajo është Republika e Kosovës jashtë Serbisë dhe me atë të fillohet procesi real i bisedave dhe i realizimit të synimeve historike të popullit shqiptar, e ajo është Bashkimi i Popullit. 66 cene më kanë rrejtë mua. 74 cene më kanë bo hesap edhe mua. 88 parën cene kom po me sytë mi. Tash jëm pe shihni që jëm lodh, jëm plak, një kom dhe, 1000 dhe, veç që besa për pa i këtë drejtua, do punë me për cilë, unë me dekë s'kam. Po sonte o cene re. E me prit, me hajrë, e me të mirë, e me gzim, e me qeft të krejtve. Ja po shi hajrën. Për çështje të rëndësishme të Kosovës, bisedoi edhe vendosej në Këshillin koordinues të partive politike shqiptare në Kosovë. Fund viteve organizoheshin takime të tilla dhe me karakter festiv. Materiali në vazhdim shënon takimin e përfaqësuesve të partive politike dhe institucioneve tjera. Në mes tjerash edhe zoti Adem Demaci, që ishte zgjedhur kryetari i Partisë Parlamentare të Kosovës. Materialet janë ekskluzive. Deri në veçantë që presot në festën e Këshillëdela dhe në prag të vitit të ri. Viti që përlem tas ishte një vit i përpjekjeve dhe i sakrificave të mëdha për liri e pavarësi, një vit i ndërtimit të shoqërisë dhe të shtetit të Kosovës. Po ashtu viti që përlem pas ishte një vit i njohjes dhe afirmimit të Kosovës në planin ndërkombëtar. Shkurt, ky vit do të shënohet si vit historik me hatin e zyrës amerikane në qytetin tonë. Mu për këtë që kemi bërë e ndërtuar në Kosovë, në planin e jetës e të institucioneve, dhe pse në okupim, Kosova dhe populli i saj çmohen dhe përkrahen shumë me planin ndërkombëtar. Viti që përvjen gjithsesi do të jetë vit i përpjekjeve më të mëdha për forcimin e pavarësisë së Kosovës dhe një njohje më të madhe të Kosovës. Me këtë rast, ju falenderoj për punën që keni bërë, për mbajtjen dhe ngritjen e institucioneve, për mbrojtjen e jetës dhe për afirmimin e Kosovës. Ju falenderit për bashkëpunimin, për mirëkuptimin dhe për kurajin që keni treguar në punën tuaj. Shpresoj se në vitin e ardhshëm do të vazhdoni më me ngulë punën dhe veprimtarinë tuaj për Kosovën e lirë të pavarur që po e bëjmë për ditë. Ju falenderit edhe gëzuar. Desha t'i them, zoti president, ne jemi të kënaqur që jemi kërkuar të ti, edhe do të jemi, edhe ka marrë me kënaqësi me këtë pjesë që t'u tregoj të tjerëve se ne do të konkurrojmë, do të bëjmë luftë politike, po mos shpresoj dikush se do të bëjmë luftë personale, do të bëjmë luftë deri aty sa mund ta preket interesi kombëtar. Na e dim rregullën e gramatikën politike, edhe do t'i shkojmë deri në fund përpjekjeve tona që t'japim kontribut gjithashëm që t'i realizojmë ato për çka ju jeni zgjedhur si president, edhe për çka është deklaruar populli ju. Unë besoj se po shpreh mendimin e gjithëve, edhe një herë po e konfirmoj se
do të përpiqemi në suazat e këtyre mundësive tona që i kemi bërë deri sot, që të japim kontributin tonë, që të punojmë më mirë, edhe ju thras juve si kryetari i partisë, që të keni menen, se tash e kemi menen të punojmë shumë seriozisht. Edhe i Kosovës. Edhe i Kosovës, ajo tjetra, e Republikës. Po si kryetari i partisë, po ju thras që të mos mbeteni pa antar partisë, sepse unë e kom marrë udhëheqjen e partisë. Edhe do t'ju bëj konkurrencë të madhe, njerëzit që donë me punu do të tërheq, veç e kom shtim regjistër, edhe Femia Ganin, edhe Sapriani. Kështu që nëse mendoni me metën sjellje politike, atëherë kemi kujdes se ky vit do të jetë vendimtar. Asa për ato të Republikës ja kemi dhënë votimin, ato të ta keni. Jo, tash. As si kryetari i partisë, po them jemi të garë, për të bëjmë garë. Edhe unë jam uroj zgjedhjen Faleminderit. Kryet partisë parlamentare. Do dëshiroj edhe një bashkëpunim më të mirë me autoritëtë. Do ta kemi bashkëpunimin në formën e konkurrencës. Lufta politike, edhe pse këto kushte që jemi në një kazan, si thonë, në një fjallë matull, por të shkojnë e kalojnë, lufta politike të me po ma mirë, për të avancua të që kemi bërë, dhe natërisht, në të thëmë një fjallë tjetër, jo çështja kombëtare, po çështja e tokës është çështja e tokës. Dhe po ashtu kjo duhet vlej për gjitha relacionet dhe raportet, edhe në Kosovë, edhe ndër shqiptarë. Po thëmë tash në planin ndërkombëtar, më falë profesor, trapazonin e kem ka përcy. Po. Edhe komrim, nëse kemi qartë gjitha, ose unë i otës, e kem ka përcy, tash jem nivellet më të nalta të vitet me fjallën e mesele, si t'ja banë. Tonë ratin, agi kod agis e drespic e fine. Vënë s'ka të bësh, për kësi, shikove marime. Kam një forcat për bashkëta dhe në mend të të përpisemi që se cili gorë, se do të bëhet morë ka pak një mojmë të ndërtesin e përbashkët. Kryetare të urojmë shnet parazitësh, që nërushme një, edhe nga një herë rushtin e fortë. Po profesor, po mos ndalin madh një ka një, me dalë bashkë. Ademi me të, mos i dërti, e kam të shimu madh Ademi. Ademi e kalon qajnë e marrit tash po pinvisht, sikur presidenti. Mos ka Ja demokratizuar. Na mendoj që atësia jone dhe LDK-s dhe Julia të gjithë jemi me një drejtim. Vetëm është puna e mirës të organizimit, e mas mirë është ju kryetar me ullje dhe më përcaktum për çfarë mënyrë mos bojmë në opinion do kështu lora se s'kemi nevojë. Ajo është dëshira e personale. Apo do të presidenti të thamë në dy fjallë që në partive politike. Na një për në me sindikat të organizatë jo politike. Por hiç mos mbanë shpresë këta të politikës se nuk na intereson politika. Ka herë, edhe shumë herë, do t'japim në njëherë vështrim edhe na, që organizatë jo politike më symetet fati. Do ta vazhdoj gjithë. Po ca i se dash atë ta ngul edhe një flamur aty në shoqë bregore, se tash e kemi ngul këtu. Duhet mësohem edhe do të kem dy shtete, dy gjyse tjera. Kjo është detyrë e brezit tonë dhe brezit tri. Çështjet tjera mbeten për gjeneratat e ardhshme. A di gëzuar edhe sot është viti i ri, po e ndali më shumë. Ja, faleminderit edhe për kaq. Faleminderit. Ditën e mirë. Shikues të nderuar, në kohë lufte, artistët dhe këngëtarët shqiptarë realizuan një këngë që sensibilizoi opinionin ndërkombëtar me melodinë dhe tekstin shumë domethënës. Kosova calls for peace. Kosova thret për paqe. Kjo muzikë është edhe sigla e misionit Fakte. Le ta ndjekim në vazhdim.
'cause they had nowhere for no girl and for no boy. Happiness that had no end. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Give our hands to all that is human due. That is human due. We have never hurt a man, always watched our dear door. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Të dashur shqiptar në trojet etnike dhe margimtar kudo që ndodheni, ju falenderoj për vëmendje, ju uroj shnet e shumë dashni në familje e miqësi. Këtë emision nuk kemi si ta përmbyllim ndryshe, përveç me urimet dhe porosit të historikut e djetarit Rugova dhe hyjnis së shqiptaris Adem Jashari, i cili është material i fundit për sonte. Zonja dhe zotërinë, qytetarë të nderuar të Republikës së Kosovës, shqiptarë të nderuar dhe të dashur të gjitha viseve shqiptare dhe shqiptar kudo që jeni, vitin që po lëm pas përkundër dhunës dhe okupimit në Kosovë ishte një vit mjaft i rëndësishëm, një vit i mëtejshëm i afirmimit të çështjes së Kosovës, i afirmimit dhe i njohjes së Kosovës në instancat ndërkombëtare. Shpresojmë se çështja e Kosovës dhe po punojmë do të zgjidhet në bazë të vullnetit politik të popullit të Kosovës. Një urim të veçantë dhe shqiptarëve tanë që gjenden jashtë, të cilët e ndihmojnë dhe po ndihmojnë çështjen e Kosovës, pra edhe një herë gëzuar me shëndet dhe të gjitha të mirat. Kemi thonë që çka ndodhet tonë së bashku do të vëmë jetën
Dhe vetëm besa bjerë se në një vdekje që të rëska. Urime dhe gëzuar Këshnellat dhe vitin e ri 2026. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove Medika dhe Vipa Chips.